Ai thiri një tingull mizor që jehonte dhe qëndroi në sallën e madhe të vallëzimit. Gëlltiti. Ende pa burr, Klara? Çfarë fatkeqësie? Simoni buzëqeshi duke shfaqur me krenari nusën e tij të re dhe të pasur. Ai nuk e dinte as pak se burri tmerrësisht i fuqishëm që qëndronte në hije nuk po vëzhgonte thjesht spektaklin. Ai ishte burri i saj. Pranvera e vitit 1814 ishte dashur të ishte sezoni i triumfit të zënie, Clara Hastings. Si e bia e vetme e kontit të Radnorit, ajo posedonte një dori të respektueshme, një gjenealogji të papërlyer dhe një fytyrë që kishte frymëzuar sonete nga poetët më të vegjël të Mayfair. Më e rëndësishmja, ajo posedonte zemrën e Zotit Simon Fitzroy, viskontit të Averly. Fejesa e tyre ishte biseda e të gjithë aristokracisë, një martesë e artë midis dy familjeve më të spikatura të Anglisë. Simoni ishte i pashëm, me sharm dhe ambicios, duke përshpëritur premtime për një të ardhme madhështore në veshin e Clarës, ndërsa vallëzonin nën lustrat kristal të sallave më ekskluzive të Londrës. Por shoqëria është një bish e ndryshueshme dhe e pakëshirshme. Brenda disa javësh, bota e Clarës jo vetëm u çbit, por u shkatërrua plotësisht. Baba i saj, një burr me nder të madh por me aftësi të tmerrshme biznesore, kishte investuar të gjithë pasurinë e familjes në një seri sipërmarrjesh detare që ranë prej piratëve francezë dhe stuhive brutale të Atlantikut. Dështimi financiar që rezultoi ishte absolut. Konti, i path të bardh peshën e shkatërimit të tij dhe turpin e borxheve, pësoi një apopleksi vdekjeprurse në studion e tij. Clara mbeti me asgjë, pa pasuri, pa pronë dhe, siç e mësoi shpejt, pa të fejuar. Boja e vdekjes së babait të saj ishte mezi e thatë kur Simoni mbërriti në strehimin e saj të përkohshëm dhe modest në Bloomsbury. Ai nuk erdhi për të ofruar ngushëllim. Ai qëndroi në dhomën e saj të vogël të vizitave, duke refuzuar edhe të hiqte dorashkat dhe tërhiqi zyrtarisht kërkesën e tij. Është çështje praktike, Clara, kishte thënë Simoni, zëri i tij i lirë nga ngrohtësia që ai kishte shtirur për muaj. Një burr i pozitës sime nuk mund të martohet me një jetim të varfër. Babai im e ndalon dhe sinqerisht shoqëria do të na hante të gjithë. Më duhet një grua që sjell ndikim, jo skandale dhe borxhe. Clara kishte ndenjur e ngrirë, realiteti i ashpër i ambicieve të tij duke i rrëmbyer iluzionin e dashurisë së tij. Ti fol për përkushtim, përshpëriti ajo, krenaria e saj e vetmja gjë që e mbante shtyllën kurrizore të saj të drejtë. Fola si një burr që besonte se nusja e tij e ardhshme kishte një dori, u përgjigj Simoni me ftohtësi, duke u kthyer mbi thembrën e tij. Të uroj më të mirën, Clara. Ndoshta një pozitë si governante do të përshtatet. Brenda disa muajsh, Simoni u fejua me zënie, Beatrice Spencer, vajzën jashtëzakonisht të pasur dhe notorisht të vogël të një magnati të qymyrit verior. Clara, ndërkohë, u degradua në skajet e shoqërisë që dikur e komandonte. Ajo u zhvendos te halla e saj e vjetër dhe me gjuhë të mprehtë, duke shërbyer në thelb si shoqëruese e papaguar për kushëriren e saj më të re dhe me mendje lehtë, Penelope. Ditët e Clarës kaloheshin duke e ndrequr veshjen, duke dëgjuar përshpëritjet mëshirëmbajtëse të grave që dikur konkuronin për miqsinë e saj dhe duke u zbehur në letër muri në ngjarjet e pak modeste që halla e saj e detyroi të ndiqte. Por ajo që Simoni Fitzroy, thashethemet e Mayfair dhe patroneshat e frikshme të Almackës nuk e dinin, ishte se Clara Hastings nuk ishte më një e beqare. Ajo ishte një dukesh. Kjo kishte ndodhur në thellësinë e dimrit 6 muaj pas tradhtisë së Simonit. Clara ishte kapur në një shi të papritur dhe të dhunshëm ndërsa kthehej nga farmacia. Duke u dridhur dhe e lagur, ajo kishte gjetur strehim në portikon e hizuar të një shtëpie në Mayfair. Një karrocë kishte ndalur, stema në derën e saj i përkiste burrit më të friksuar dhe më të fuqishëm në dhomën e lordeve, Alaric Cavendish, dukës së Estmoreland. Alariku ishte 10 vjet më i madh se Clara. Ai njihej si ujku i Westminsterit, një burr me pasuri të madhe, pronë të gjerë dhe mendje politike aq të mprehtë sa mund të prishte qelq. Ai ishte i njohur për ashpërsinë e tij, rrallë ndiqte ngjarje sociale frivol, duke preferuar shoqërinë e diplomatëve të huaj dhe strategjëve parlamentar si Viskonti i Castlereagh. Ai ishte gjithashtu një burr që kishte dashur fshehurazi, në heshtje, Clara Hastings qysh prej moshës 19 vjeç. Alariku kishte dalë nga karroca, një figurë mbizotëruese e mbështjellë në një pallto të madhe të errët, dhe gjeti gruan që ai kishte admiruar nga larg duke u dridhur në shi. Ai nuk I ofroi asnjë platitude të zbrazët.
Ai I ofroi karrocën e tij dhe gjatë asaj udhëtimi të shkurtër dhe intensiv, ai I ofroi mbrojtjen e tij. Alariku dinte për shkatërimin e babait të saj. Ai dinte për frikacakërinë e Simonit. Por ajo që Klara nuk e dinte ishte se Alariku kishte blerë në heshtje borxhet e mbetura të babait të saj, duke shpëtuar emrin e familjes së saj nga shfarosja e plot publike. Një javë më vonë, në strehën e qetë dhe të ndritur nga zjarri të bibliotekës së tij të gjerë, Alariku I propozoi. Nuk jam një burr me fjalë poetike, Klara, tha Alariku, sytë e tij të errët dhe depërtues të fiksuar në të saj, duke mbajtur një intensitet që I bëri të ndalonte frymëmarrjen. Por jam një burr me mjete dhe besnikëri. Shoqëria që të hodhi është një shoqëri budallënjsh. Më marto. Më lejo të mbroj. Më jep të drejtën të jem shpata jote kundër atyre që të kanë bërë pa drejtësi. Klara, e thyer nga tradhtia por duke e njohur nderin e ashpër dhe mbrojtës në këtë burr të formidueshëm, pranoi. Ata u martuan në sekret të plot në një parosh të vogël në fshat, me vetëm priftin dhe administratorin e besuar të Alarit si dëshmitar. Sekreti ishte dizajni I Alarit, I lindur nga domosdoshmëria. Ai ishte në prag të dërgimit në Vjen nga kuroja për negociata të ndjeshme dhe shumë të paqëndrueshme të traktatit pas mërguarit të Napoleonit. Nëse armiqtë e tij politik do të zbulonin se ai kishte martuar papritmas vajzën e varfër të një konti të turpëruar, ata padyshim do ta përdornin Klarën si levë, duke e tërhequr emrin e saj në baltën e shtypit për ta shmangur atë. Kur të kthehem, kishte premtuar Alariku, duke e puthur ballin në shkallët e karrocës që do ta çonte në kontinent, do të kurorëzoj përpara gjithë Londrës. Deri atëherë, qëndro e fshehur. Qëndro e sigurt. Dhe kështu, Klara kishte pritur. Ajo duroi dimrin e mbret, duke luajtur rolin e së virgjërës së turpëruar dhe të braktisur, duke mbajtur sekretin e unazës së artë të fshehur me kujdes në dorashkat e saj modeste gri. Ajo lexoi letrat e Alarit, mesazhe të shkurtra dhe intensive të dërguara nga korrier diplomatik, të cilat e ankoruan përmes ditëve më të errëta. Por ndërsa sezoni I Londrës për vitin 1815 fillonte, përshpëritjet rreth Klarës u bën më të larta dhe e kaluara e saj ishte gati të përplasej me tashmësinë e saj me dhunë. Balla e madhe e organizuar nga Sara Vilje, kontesha e Jersey, ishte maja e sezonit të Londrës. Vila e madhe e Londrës ishte një mbingarkesë ndjesive me mira qiri prej dylli bletësh, erën e deshme të zambakëve të serës dhe melodive të vazhdueshme të një orkestre të plot me këngë. Ishte një vend ku fitoresh bëheshin, aleanca forcoheshin dhe reputacione masakroheshin mëshirshëm. Klara nuk kishte dashur të merrte pjesë. Ajo ishte e raskapitur nga luajtja e kujdestares së padukshme për kushëriren e saj, Penelope, e cila aktualisht gërhasite pranë tasit të punësit me një oficer të rinj kalorësie. Por halla e saj kishte insistuar, duke kërkuar që Klara ta bënte veten të dobishme duke e mbajtur vajzën e re larg gjuetarëve të pasurisë. E veshur me një fustan të zbehur dhe të pamodës me ngjyrë vjollce që mungonte xhujet dhe dantela mëndafshi të grave përreth, Klara qëndroi pranë njërës prej shtyllave të mëdha prej mermeri, duke u përpjekur me dëshpërim të përzihej në hije. Ajo vështroi turmën e shndritshme, mendimet e saj duke u larguar përtej kanaltit anglez drejt Vjenës. Letra e fundit e Alarit kishte përmendur përfundimin e negociatave, por ai nuk kishte dhënë asnjë datë të saktë për kthimin e tij. Po, nëse nuk është fantazma e sezoneve të kaluara. Zëri, I përshuar metalje mizore, I preu mendimet e Klarës. Ajo u ngrit në këmbë, duke I mbyllur syt për një sekond të shkurtër për të mbledhur kompozimin para se të kthehej. Para saj qëndronte Simoni Fitzroy. Duke aq I përsosur si gjithmonë, I veshur me një pallto prej leshi superfino dhe me një ajër arrogance të padurueshme. Duke u kapur fort në krahun e tij ishte zënje, Beatrice, gruaja e tij e re. Beatrice kishte diamante që praktikisht verbonin syt, buzët e saj të përdredhura në një talle të përçmuar ndërsa e vështronte Klarën nga koka te këmbët. Lord Waverley, tha Klara në mënyrë të barabartë, zëri I saj dukshëm I qetë. Zënje, Waverley. Mirëmbrëma. Po të diskutuam për ty, Klara, tha Simoni, duke marrë një glëng nga gota e tij kristalore, syt duke vrapuar mbi fustanin e saj të thjeshtë. Beatrice këtu nuk mund ta besonte kur I thash se ti ende I ndiqje këto takime. Do të kisha mendur që një grua në rrethana të tilla të reduktuara do të kishte tërhequr në fshat ose do të kishte gjetur punë. Disa koka u kthyen.
Shoqëria adhuronte një spektakël dhe tensioni që rezatonte nga trioja ishte i prekshëm. Kontesha e frikshme Lieven, një patroneshe e Almackës dhe një thashetheme e famshme, ndaloi bisedën e saj aty pranë, sytë e saj të mbret duke u fiksuar në dramën. Jam këtu për të kujdestaruar kushërirën time, lordi im, u përgjigj Klara, duke e mbajtur mjekën lart. Asgjë më shumë. Beatrice lëshoi një qeshje të lartë, artificiale. Kujdestare? Sa të merësisht e të mërshme. Të jesh e rrethuar nga gjithë ky romancë dhe rinia, duke ditur që koha jote ka kaluar plotësisht. Më thuaj, zënie, Klara, a është e vërtet që baba ju të la pa asgjë? As edhe fondet për një rrobaqepse të përshtatshme? Thyrja ishte jashtëzakonisht e trash, duke mos patur asnjë nga shpirtëzimi i hollë që zakonisht përdorej nga aristokracia. Ai gëlliti. Fisnikët përreth shkëmbyen vështrime të tronditura dhe të ngazëllyera. Simoni nuk e qortoi gruan e tij, në vend të kësaj ai buzëqeshi. Tani, Beatrice, i e mirë, mërhisi Simoni, megjithse sytë e tij ishin mizor. Nuk është faji i Klarës që asnjë burr me pozitë nuk do të shikojë dy herë një grua të shkatëruar. Pa dori apo një emër familjar të respektueshëm, çfarë mund të presë dikush? Ende pa burr, Klara? Çfarë fatkeqësie? Duart e Klarës u shtrënguan në grushte në anët e saj, thonjë duke kafshuar në pëllëmbët përmes dorashkave të saj prej pambuku. Ajo mund të ndjente peshën e 100 syve mbi të. Përshpëritjet filluan të përhapeshin nëpër sallën e vallëzimit si era nëpër bar të thatë. Ata e shikonin atë me mëshirë, me përbuzje, duke e kujtuar atë si vajzën që fluturoi shumë afër diellit dhe ra në tokë. Ajo hapi gojen për të dhënë një përgjigje të mbret, për t'i thënë Simonit se ai ishte një frikacak vlera e të cilit varri tërësisht nga llogaria bankare e gruas së tij. Por para se një fjalë e vetme të mund të largohej nga buzët e saj, një heshtje e papritur dhe e rëndë ra mbi hyrjen kryesore të sallës së vallëzimit. Ishte një qetësi e panatyrshme. Orkestra, duke ndjerë ndryshimin në atmosferë, hezitoi dhe më pas pushoi së luajturi krejtësisht. Qeshja vdiq. Përshpëritjet pushuan. Klara shikoi përtej shpatullës së Simonit drejt dyrëve të mëdha të dy fishta. Kryeporteri, një burr që kishte njoftuar princa dhe dinitar të huaj pa e bluar, duke i tmerrësisht i tronditur. Ai goditi shkopin e tij të rënd në dyshemen prej mermeri 3 herë, tingulli duke jehuar si të shtëna në dhomën e qetë. Ai gëlliti. Ndalësia e tij, Alarik Kavendi, duka jest Morelan. Një pëshertim kolektive përshkoi dhomën. Duka jest Moreland rrallë merrte pjesë në funksione sociale dhe kur e bënte, zakonisht ishte një paraqitje e shkurtër dhe kërcënuese. Ai ishte një burr që i bënte mbretërit të përkuleshin, një burr që posedonte pasuri të mjaftueshme për të blerë gjysmën e Londrës dhe mizorinë politike për të shkatëruar çdo që e kalonte rrugën. Simoni u kthye, buzëqeshja e tij tallëse duke u zhdukur, e zëvendësuar menjëherë nga shpreha për ulse e një njeriu më të vogël që përpiqej të fitojë mirësjellje. Edhe Beatrice ndaloi të qeshurit e saj, sytë e saj duke u zgjeruar në pamjen e të beqarit më të pashpresë dhe të parritshëm në perandori. Alariku hyri në sallën e vallëzimit. Ai ishte tmerrësisht mbizotërues. Ai vishte rroba të zeza të mbrëmjes, të përsosura dhe të përshtatura që kundërshtonin ashpër me shfaqje të shkëlqyera të zotërve të tjerë. Flokët e tij të errët ishin paksa të mbështjell prapa dhe nofullat e tij të gdhendura ishin të vendosura në gur. Sytë e tij, të ftohtë dhe vlerësues, vrapuan mbi turmën e ngrirë. Deti i aristokratëve u nda në mënyrë instinktive për të, ai gëlliti, duke pastruar një shtek të gjerë ndërsa zbriste shkallët e cekta prej mermeri. Lordët u përkulën. Zonjat u ulën në përkulje të thella. Simoni rregulloi nervozisht kravatën e tij dhe dha përpara, duke tërhequr Beatricen me vete, duke synuar qartësisht të ndërhynte në duk dhe të prezantonte gruan e tij të re dhe të pasur. Ndalësia juaj, filloi Simoni, zëri i tij pak më fort se zakonisht në dhomën e qetë. Çfarë nderi i madh. Mund t'ju prezantoj. Alariku as nuk e shikoi atë. Ai kaloi përtej Simonit sikur Viskonti të ishte thjesht një copë mobilje jo interesante. Goja e Simonit u mbyll në turp, ai gëlliti, Beatrica duke u skuqur e kuqe e hidhëruar. Alariku vazhdoi hapin e tij të matur dhe të qëllimshëm nëpër dyshemen e sallës së vallëzimit. Ai injoroi konteshën e Jersey. Ai injoroi politikanët e fuqishëm që përpiqeshin të kapnin vëmendjen e tij.
Ai ecte me një qëllim të vetëm, të frikshëm drejt shtyllës së hyjzuar, drejt Klarës. Zemra e Klarës rrite kundër brinjëve të saj. Ajo nuk e kishte parë atë për 6 muaj. Ai dukej më i vjetër, i lodhur nga tensioni i madh i traktateve kontinentale, por ndërsa sytë e tij të errët u fiksuan në të saj, ftohtësia në to u zhduk, e zëvendësuar nga një posedim i ashpër dhe i djegshëm. Ai gëlliti. Ai u ndal direkt përballë saj. E gjithë salla e vallëzimit e mbajti frymën, duke pritur të shohë pse duke i hekur po konfrontonte vajzën e shkatëruar të një konti. Ngadalë, me qëllim, Alariku zgjati dorën. Ai mori dorën e majtë të dorëzuar të Klarës në të tijën. Me precizion të dhembshëm, ai e hoqi dorashkën prej pambukut të lirë nga gishtat e saj, duke e hedhur me indiferencë në dy shemen e lustruar prej mermeri. Drita e qiririt kapi artin e rëndë dhe të padyshim të unazës së stampimit të familjes Kavendi, e ri përshtatur për sosur për t'ju përshtatur gishtit të martesës së Klarës. Alariku uli kokën, duke i sjell nyjet e saj të zhveshura të buzët e tij për një puthje të zgjatur dhe thellësisht intime. Kur ngriti kokën, zëri i tij nuk ishte i lartë, por në heshtjen e vdekur të dhomës, ai mbërriti në çdo cep. Kërkoj falje për vonesën time, dukesh, tha Alariku pa probleme, sytë e tij kur duke e lënë atë. Karroca nga Dover ishte e tmerrshme. Shpresoj se shoqëria e ka mbajtur gruan time të argëtuar mjaftueshëm në mungesën time. Fjala grua ra në heshtjen e vdekur të sallës së vallëzimit si një topi përmes një çatje prej qelçi. Për një hapësirë të frikshme prej 10 sekondash, askush nuk guxoi të merrte frymë. Tifozja e konteshës së Jersey i rëshiti nga gishtat, duke u përplasur me zhurmë kundër mermerit. Një gotë u coptua diku pranë orkestrës. Fytyra e Simonit Fitzroy u bë e bardhë si qumështi i prishur. Arroganca tallëse që kishte shtrembëruar tiparet e tij pak më parë u shkri në një shprehje të padalluar terrori. Ai u tund prapa gjysmë hapi, gati duke shtypur këpucët e satinit të gruas së tij papritmas të heshtur dhe me sy të hapur, zënie Beatrice. Dukesh, bërtiti Simoni, fjala duke u shyrë nga fyti kundër vullnetit të tij. Ai shikoi nga fustani i thjesht vjollce i Klarës të pamja e frikshme e qetë e dukës së Estmorelan. Ndalësia juaj, me siguri ka ndonjë keqkuptim. Clara Hastings është një e virgjër e shkatëruar. Babai i saj vdiq në turp të plodh. Sytë e Alarit u kthyen në Simon. Temperatura në dhomë dukej se bie. Viskont Waverley, tha Alariku, zëri i tij i ulët, vdekjeprurës që mbante pa probleme në përdhomën e gjerë. Është thellësisht e papërshtatshme të flasësh për dukeshën time në një mënyrë të tillë, veçanërisht kur është e njohur mirë në qytet se pasuritë e babait tënd janë shumë të hipotekuara, hipoteka që nga kthimi im nga Vjena dje, unë personalisht tani i mbaj. Gjunjët e Simonit u përkulën pak. Beatrice lëshoi një pëshertim të mbytur, qafa e saj e rënd me diamante duke u skuqur në një kafe të çuditshme dhe të shëmtuar. E gjithë dhoma absorboi goditjen shkatëruese. Duka nuk kishte fyer thjesht Viskontin, ai kishte kërcënuar rastësisht shkatërimin financiar të plotë të familjes Waverley përpara gjithë fisnikërisë britanike. E shihni, Waverley, vazhdoi Alariku, duke u afruar më afër Klarës dhe duke vënë një dorë poseduese, mbrojtëse në pjesën e poshtme të shpinës së saj. Ndërsa ti hidhe larg një diamant sepse nuk kishe forcën e karakterit për të dëgjuar një stuhive financiare të përkohshme, unë sigurova çmimin më të madh të sezonit të Londrës. Babai i Klarës ishte një burr i ndershëm, i tradhtuar nga piratët, jo një frikacak. Borxhet e Hastings u shlyen nga zyrat e mia 6 muaj më parë. Ajo është gruaja ime legale, dukesh ime, dhe ajo komandon respektin e kësaj dhoma ose për Zotin, unë personalisht do të siguroj që të mos ketë një familje të vetme të pranishme sonte që të mos përballet me pakënaqësinë time absolute. Alariku nuk e ngriti zërin. Nuk kishte nevojë. Fuqia e papajtueshme dhe e papajtueshme që rrezatohej nga ai ishte absolute. Ai e ktheu vështrimin ngadalë në përdhom, duke takuar sytë e thashe themeve përshpëritëse, patroneshave dhe lordëve që kishin anashkaluar Klarën. Tani, mërmëriti Alariku, duke e kthyer vëmendjen përsëri te gruaja e tij, shpreha e tij duke u zbutur menjëherë. E dashura ime, besoj se kemi dëgjuar mjaft nga ky shoqëri i tmerrshëm. Të bëjmë një xhiro rreth dyshemes para se të largohemi? Clara, zemra e saj duke u ngjitur dhe një zjarr i ashpër, triumfues duke ndezur në venat e saj, shikoi lart burrin që sapo kishte shkatëruar torturuesin e saj më të madh me disa fjalë.
nuk do të doja asgjë më shumë, ndalësia juaj. Alariku i bëri shenjë drejtuesit të orkestrës së tmerruar me një lëvizje të vetme të kyçit të dorës. Muzikantët nxitonën të sillnin instrumentet e tyre lart, duke u përpjekur të luanin një valc vienes me shpejtësi. Alariku e tërhoqi Klarën në krahët e tij. Ata u rrëzuan në qendër të dyshemes, duke lëvizur me lehtësi të përpiktë. Turma u tërhoq me nxitim, duke i dhënë atyre të gjithë dyshemen. Përgjithësisht e atij valci nuk kishte askënd tjetër në botë. Po dridhesh, dashuria ime, mërmëriti Alariku, buzët e tij duke prekur tempullin e saj ndërsa ktheheshin. Është vetëm nga adrenalina, Alarik, përshpëriti Klara, duke varrosur fytyrën e saj paksa në jakën e tij të errët dhe të përshtatur, duke thithur erën e kedrit dhe ajrin e freskët, të ftohtë të kontinentit që ende i ngjitej. Ai gëlliti. Ti more një rrezik të tmerrshëm. Po traktatet në Vjenë? Nënshkruar dhe vulosur, u përgjigj Alariku, kapja e tij duke u shtrënguar rreth belit të saj. Kalova 3 muajt e fundit duke argumentuar kufik me Talleyrand dhe duke dëgjuar shfaqjet e pafundme të carit Alexander, plotësisht të mbështetur nga kujtimi për ty në bibliotekën time. Mbërrita në Londër 3 orë më parë. Shkova direkt në shtëpinë e Hallës Sate, vetëm për të gjetur se ti ishe këtu. Unë kur nuk do të lejoj të durosh mizorinë e tyre përsëri, Klara. Kur? Ndërsa valci përfundoi, Alariku nuk e lëshoi atë. Ai e futi dorën e saj fort në bëryl të krahut të tij dhe e shoqëroi drejt përjashta të sallës së vallëzimit të konteshës. Së Jersey. Turma u nda si deti i kuq. Lordët u përkulën thellë. Zonjat u ulën në dysheme në përkulje të thella. Simoni dhe Beatrice qëndruan të ngrirë pranë një shtylle, plotësisht të shkatëruar, duke vëzhguar gruan që ata kishin tallur duke u ngjitur në majën absolute të aristokracisë britanike. Karroca e zezë e Alarit i çoi menjëherë larg në pronën e Estmoreland në Grosvenor Square, një pallat i madh me gur të bardhë dhe kolona të larta që bënte shtëpinë e konteshës së Jersey të dukej si një kasolle fshati. Atë natë, pas dyrëve të rënda, të mbyllura prej lisit të dhomës së gjumit të Alarit, martesa e dukës dhe dukeshës së Estmoreland u konsumua më në fund, me pasion. Nuk kishte politik, as thashetheme shoqërore, as hije të së kaluarës, vetëm për kushtimin e ashpër, të padyshim të një njeriu që kishte pushtuar një kontinent dhe u kthye vetëm për të pushtuar zemrën e gruas së tij. Një javë më vonë, peizazhi i Mayfair kishte transformuar plotësisht. Klara nuk ishte më e virgjëra e padukshme dhe e mëshiruar. Ajo ishte mbretëresha absolute e shoqërisë londineze. Vizitorët e mëngjesit rreshtuan karroca thellë rreth Grosvenor Square, të dëshpëruar për të lënë kartat e tyre. Rrobaqepësit nga Parisi kaluan kanalin posaçërisht për t'u lutur dukeshës së Estmoreland që të vishnin me ndafshin e tyre. Klara lundroi fuqinë e saj të re me hijeshi dhe një inteligjencë të mbret, llogaritse që e bëri Alarin të krenuar rrezikshëm. Ajo u largua politike por me vendosmëri nga ata që kishin qenë më mizor ndaj saj gjatë rënies së saj, duke i dëbuar në mënyrë efektive nga rrethi i brendshëm i aristokracisë. Por një kafshë e shtënë në qoshe është më e rrezikshmja. Dhe Simoni Fitzroy ishte plotësisht i shtënë në qoshe. Përshpëritjet e shkatërimit të tij financiar në duart e dukës kishin shkaktuar panicë te kreditorët e tij. Faturat u thirrën. Baba i Beatrices, magnati i qymyrit verior Josiah Spencer, ishte i tërbuar nga turpi publik që vajza e tij kishte pësuar dhe kërcënoi të mbante pjesën e mbetur të dorës së saj derisa Simoni të pastronte emrin e tij. I dëshpëruar, i hidhur dhe i çmendur nga pamja e Klarës që mbretëronte mbi shoqërinë që ai ndjente se e meritonte, Simoni formuloi një plan katastrofal. Ai arriti të rishfetonte një nëpunës të mëparshëm të pakënaqur që kishte punuar për babain e vdekur të Klarës. Së bashku, ata falsifikuan një seri letrash që sugjeronin se Klara kishte angazhuar një lidhje skandaloze, shumë të papërshtatshme me një tregtar francez shumë kohë përpara martesës së saj me Alarik, dhe se borxhet e kontit të vonë ishin në të vërtetë pagesa tallëse për të mbuluar lidhjet tradhtare të vajzës së tij. Simoni synonte t'i merrte letrat e falsifikuara në Morning Chronicle, duke kërcënuar t'i botonte ato dhe të shkatëronte pozitën e papërlyer politike të dukës, ai gëlliti. Përveç nëse Alariku i faliste hipotekat e Waverley dhe paguante një shumë të jashtëzakonshme parash për heshtje. Ishte një kthes e shkëlqyer dhe mizore, por Simoni kishte nënvlerësuar fatalisht ujkun e Westminsterit.
Rjeti I spionëve të Alarit I mprehur gjatë luftërave napoleonike dhe marrëdhënieve të tij me kryeministrin Lord Liverpool, ndërpreu komplotin para se Simoni të mund të arrinte në zyrat e gazetës në Fleet Street. Clara ishte ulur në dhomën e mëngjesit duke rishikuar listën e të ftuarve për balen e saj të parë të madhe si dukesh, kur Alariku hyri. Shpreha e tij ishte një maskë e frikshme e qetësisë së ftohtë, tërbimi. Ai vendosi letrat e falsifikuara në tryez para saj. Clara I lexoi ato, gjaku duke u rrjedhur nga fytyra e saj. Kjo është e neveritshme, përshpëriti ajo, duke shikuar lart te burri I saj. Është vepër e Simonit. Ai dëshiron të rrëzoj përmes meje. Alariku u ul në gjunjë pranë karriges së saj, duke marrë duart e saj të dridhura në të tia. Ai dëshiron të provoj. Ai thjesht ka nënshkruar vet arantin e vdekjes së tij. Hakmarrja e dukës së Westmoreland ishte e shpejtë, e heshtur dhe absolutisht shkatërruese. Alariku nuk e sfidoi Simonin në një dy luftim. Kjo do t'i jepte Viskontit nderin e një zotërie. Në vend të kësaj, Alariku përdori levën e tij të madhe, të frikshme në parlament dhe qytetin. Brenda 48 orëve, ai ekzekutoi konfiskimet në pasuritë e Waverley. Por Alariku nuk u ndal aty. Ai zbuloi se Josiah Spencer, baba I Beatrices, kishte anashkaluar në mënyrë të paligjshme tarifat detare për të transportuar qymyrin e tij në kontinent. Alariku ja dorëzoi këtë dëshmi drejt për drejt Viskontit Castlereagh. Minierat e Spencerit u pushtuan nga kurora në pritje të një hetimi masiv, shkatërrues. Në hapësirën e 2 ditëve, Simoni Fitzroy humbi shtëpinë e tij, pasurinë e tij dhe mbështetjen e vjerrit të tij të pasur. Kulmi I triumfit të Clarës arriti saktësisht një muaj pas zbulimit dramatik të saj në balen e konteshës së Jersey. Duka dhe dukesh e Westmoreland pritën një maskarall në pronën e tyre të gjerë të fshatit në Richmond. Ishte ngjarja e dekadës. Kopshtet ishin të ndriçuara nga 10.000 fener notues. Champanja rrjefte si lumenj dhe orkestra drejtohej nga dirigjentët më të mirë të importuar nga Italia. Validimi përfundimtar I fitores së Clarës ndodhi saktësisht në mesnatë. Një karrocë e madhe e arzuar u rrotullua përgjatë rrugës së Zhavorit të shoqëruar nga dragon mbretëror. Princ regjenti vet, Gjergji IV, I rënd dhe I përshuar me galon ari, doli. Clara, duke veshur një fustan të mahnitshëm prej kadifeje blu mesnate dhe diademën e legjendar safir të Westmoreland, qëndroi në maj të shkallëve të mëdha me Alarik në anën e saj. Princ regjenti u ngjit në shkallët duke marrë dorën e Clarës dhe duke e puthur atë me entuziazëm. E dashur dukesh, bërtiti princi, duke u siguruar që të gjithë në sallën e gjerë e dëgjuan atë. Alariku të ka fshehur për shumë kohë. Ti je guriçmuar absolut I mbretërisë sime. Turma shpërtheu në duar trokitje. Ishte sanksioni mbretëror përfundimtar. Clara Hastings, jetima e shkatëruar, ishte e padotueshme. Ndërsa nata vazhdonte, Clara rëshiti larg në një nga balkonet e qeta me pamje mbi kopshtet e kujdesur, të ndriçuar nga hëna. Ajo u mbështet në parmakun prej guri, duke marrë një frymë të thellë të ajrit të freskët të natës. Alariku doli nga hijet duke e mbuluar me pallton e tij dhe duke e tërhequr atë prapa kundër gjoksit të tij. Ai e mbështeti mjekën në maj të kokës së saj. Ata thonë se Simoni dhe Beatrice ikën në një kasole të mjerueshme, me erë në kalajs për të shpëtuar burgun për debitor, mërmëriti Alariku, duart e tij duke u mbështetur sigurt mbi të saja. Dhe ata thonë se dukesh e Westmoreland ka organizuar balen më të mirë që ky vend ka parë që kurorëzimi I mbretit. Clara u mbështet prapa në ngrohtësinë e burrit të saj, mbrojtësit të saj, burrit që e kishte dashur nga hijet dhe e kishte sjellë në dritën e shëndritshme. Nuk më intereson më çfarë thot shoqëria, Alarik. Clara buzëqeshi, duke e kthyer kokën për të kapur buzët e tij në një puthje të ngadaltë, të ashpër pasionale. Më intereson vetëm çfarë thua ti. Unë them, përshpëriti Alariku kundër buzëve të saj, sytë e tij duke djegur me adhurim absolut, se ti e barazja ime, jeta ime dhe mbretëresha ime e vetme. Dhe lart mbi sallat e përshpëritura të vallëzimit të Mayfair, duka dhe dukesh qëndronin së bashku, të lidhur nga sekretet, të testuar nga shkatërimi, dhe ai gëlliti, përgjithmonë të fitueshëm në dashuri. Ai u mbajti ky tregim skandaloze I tradhtisë, hakmarrjes dhe romancit mbretëror të papritur në anën e karriges. Nëse e dëshironi duke parë Clarën të ngrihet nga hi. Për një muaj të tërë, Clara ishte në kulmin e botës.
Pas atij balle të paharrueshme në Richmond, asnjë dyer nuk I mbyllej më. E gjithë aristokracia e Londrës dëshironte të shihte me sytë e tyre dukeshën që kishte dalë nga hiq dhe të merrte pjesë në lavdinë e saj të re. Por Clara nuk ishte më vajza e ndjeshme që dikur kishte qenë. Ajo kishte mësuar mësimin e hidhur të tradhtisë dhe e dinte se pushteti I vërtet nuk qëndronte në miratimin të tjerëve, por në vendosmërinë e brendshme. Me Alarikun në anën e saj, ajo filloi të ndërmerrte hapa për të forcuar pozitën e saj jo vetëm si dukesh, por edhe si partner në dashuri dhe në jetë. Alariku, I cili kishte kaluar jetën duke negocuar me mbretër dhe prinj, e dinte vlerën e një aleate të zgjuar. Ai filloi t'i përfshinte Clarën në disa nga çështjet e tij më të lehta financiare, duke zbuluar se ajo kishte një mendje të mprehtë për biznes dhe një intuit të jashtëzakonshme për njerëzit. Një pasdite, ndërsa rishikonin disa dokumente në bibliotekë, Alariku vuri një dosje para saj. Këto janë disa nga investimet tona në tregtinë me indin lindore, tha ai. Kam nevojë për një çift syresh të freskëta. Çfarë mendon? Clara e kaloi dorën në përfaqet duke studiuar numrat me kujdes. Pas disa minutash, ajo ngriti kokën. Këtu ka një çuditshmëri. Këto shifra për kostot e transportit janë dukshëm më të larta se çfarë tregojnë tregjet aktuale. Dikush po të vjedh, ose ka pa efikasitet të madh. Alariku buzëqeshi, një buzëqeshje e rrallë por e ngrohtë që I ndriçonte fytyrën. E kam vënë re edhe unë. Por të falenderoj për konfirmimin. Do të hetoj këtë menjëherë. Ai e përqafoi atë. Ti je më shumë se çdo kuror që mund të merrja, Clara. Por ndërsa Clara ndihej gjithnjë më e sigurt në rolin e saj të ri, hijet e së kaluarës ende nuk ishin larg. Edhe pse Simoni dhe Beatrice ishin larguar në mërgim të vullnetit të vet, disa nga miket të vjetra të Simonit ende rrinin në skenën sociale, duke mbajtur urrëtitjen e fshehtë për Clarën. Më e rrezikshmja prej tyre ishte Lordi Edric Montgomery, një njeri me reputacion të dyshim dhe me ambicie të mëdha politike që ishte aleat I vjetër I Simonit. Montgomery kishte qenë në atë ballë të paharrueshëm dhe kishte parë me sytë e tij humbjen e plotë të Simonit. Ndryshe nga shumica që u përulën para fuqisë së Alarit, Montgomery mbante një zemërim të fshehtë. Ai e shihte Alarikun si një pengesë për ambiciet e veta politike dhe Clarën si pikën e tij të dobët. Një mbrëmje, në një operë në teatrin e mbretëror, Clara e ndjeu vështrimin e tij të ftohtë mbi vete. Kur u kthye, takoi sytë e tij të ngrysur, të cilët shpejt u kthyen në anën tjetër. Ajo e përmendi këtë Alaritut në karrocën e kthimit. Edric Montgomery, tha Alariku me një ton të qetë. Ai është një racë e veçantë Helmi. Por nuk do të guxoj të veproj hapur. Ai e di se do ta shkatërroj. Por në fshehtësi, pyeti Clara. Në fshehtësi, çdo burr është I rrezikshëm, pranoi Alariku. Por ne jemi të vetëdijshëm. Dhe të paktën ne e dim se kush është armiku ynë. Java pasardhëse, Clara organizoi një darkë të vogël për disa nga zonjat më të ndikueshme të Londrës. Ishte një mundësi për të forcuar aleancat dhe për të diskutuar çështjet çarity. Ndër të ftuarit ishte edhe kontesha e Jersey, e cila tani I tregoi Clarës një respekt të pakuptueshëm. Gjatë darkës, biseda u kthye rreth projektit të ri të Clarës për një shkollë për vajzat e varfira në East End. Është një ide e mrekullueshme, dukesh, tha kontesha e Jersey. Por a nuk mendoni se kjo mund të tërheqë kritika? Disa mund të thonë se ju po I mësoni vajzat e varfira të dëshirojnë më shumë se çfarë u takon. Clara buzëqeuli, por pas saj kishte hekur. Nëse edukimi është një dëshirë e papërshtatshme, atëherë të gjithë ne kemi mëkatuar. Unë vetë kam qenë e varfër dhe e pambrojtur, kontesh. E di çfarë do të thotë të mos kesh zgjedhje. Kjo shkollë do t'u jap disa vajzave më pak me fat se unë atë që unë nuk pata, një mundësi. Zonjat e tjerë janë dakord, të impresionuara nga bindja e Clarës. Por mes tyre, zënëje, Eleanor Hitaker, një grua e re që kishte qenë miqe e Beatrices, dëgjoi në heshtje me buzë të përdredhura në një tallje të fshehtë. Pas darkës, ndërsa të ftuarit po largoheshin, zënëje, Hitaker ju afrua Clarës. Një projekt kaq fisnik, dukesh, tha ajo me një ton të ëmbël por të pasincer. Sigurisht që do t'ju duhet mbështetja e të gjithëve. Do të flas me disa miq për kontributet. Clara e falenderoi atë, por kur ajo u largua, ndjej një të ftohtë në shpirt.
Ajo e përmendi këtë Alarit pasi të ftuarit e fundit u larguan. Eleanor Whittaker është një presha e Lordit Montgomery, tha Alariku, duke heshtur për një moment. Kjo nuk është rastësi. Ajo vëzhgonte për të xhaxhan. Çfarë duhet të bëjmë? Ne do të vazhdojmë me planet tona, tha Alariku me vendosmëri. Por do të vendos një vëzhgim mbi të dy. Nëse Montgomery mendon të luajë lojra, ai do të gjejë se unë jam mjeshtri i lojrave. Ditët kalonin dhe Clara u thellua gjithnjë e më shumë në projektin e saj. Ajo vizitoi vendin e propozuar për shkollën, takoi mjeshtër ndërtimi dhe hartoi plane me një entuziazëm që e habiti edhe veten. Ishte herën e parë që ndjej e dobishme vërtet qysh në ditët para rënies së babait të saj. Një pasdite, ndërsa po kthehej nga një nga këto vizita, karroca e saj u ndal papritmas në mes të një rruge të ngushtë nga një karrocë tjetër. Dera u hap dhe Lordi Montgomery doli, duke buzëqeshur me një shprehje të ftohtë. Dukesh, tha ai, duke i bërë një përkulje të cekër. Çfarë rastësie e këndshme. Clara ndjeu një shpëlarje frike, por e mbajti veten. Lord Montgomery. Nuk e prisja të takoj këtë mëngjes. Unë kam dëgjuar për projektin tuaj të mrekullueshëm, vazhdoi ai, duke injoruar tonin e saj të ftohtë. Një shkollë për vajzat e varfira. Shumë fisnik. Por, si të thuash, ambicios. A edukimi është gjithmonë ambicios, tha Clara. Jo kur ai kërcënon të prish rendin ekzistues, tha Montgomery, buzëqeshja e tij duke u zhdukur. Disa prej ne mendojmë se shoqëria ka një strukturë për një arsye, dukesh. Duke i dhënë shpresa të rrejshme të varfërve, ju mund të shkaktoni pakënaqësi. Dhe pakënaqësia çon në trazira. Apo më kërcënoni, Lord Montgomery, pyeti Clara drejt për drejt. Oh, jo, tha ai, duke kthyer buzëqeshjen e tij të ftohtë. Unë thjesht ofroj një këshill miqësore, si një shok i vjetër i familjes suaj. Në fakt, i ati juaj dhe unë kishim biseda të ngjashme shpesh. Ai gjithashtu kishte ide parimore. Dhe ne të gjithë e dim se si përfunduan ato. Goditja ishte e poshtër dhe e saktë. Clara ndjeu një valë të nxehtë si e fyese, por e dinte se nuk duhet të reagojë me emocione. Babai im ishte një burr me parime, po, tha ajo me qetësi. Dhe unë jam krenare për të. Tani, nëse më falni, kam takime. Montgomery hapi gojën për të thënë diçka tjetër, por në atë moment dëgjohet zhurma e këmbëve të Kalit. Një kalorës i veshur me libër të dukës së Estmoreland ndaloi pranë tyre. Ndalësia juaj, tha kalorësi, duke ju drejtuar Clarës. Duka urdhëroi që unë t'ju shoqëroj. Ai dëgjoi se u ndalët. Montgomery u zbeh pak. Ishte e qartë se ky nuk ishte një rastësi. Alariku e dinte se ku ishte ajo dhe kishte dërguar mbështetje. Falenderoj dukën për kujdesin, tha Clara me një ton të qartë, duke e drejtuar vërejtjen drejt Montgomery. Dhe tani, me të vërtet, duhet të shkoj. Montgomery u përkul përsëri, pa thënë asgjë tjetër. Karroca e Clarës u nis përsëri, me kalorësin duke i shoqëruar atë. Kur mbërriti në shtëpi, ajo e gjeti Alarikun në bibliotek, duke e pritur atë me një shprehje të errët. Ai të ndaloi, pyeti Alariku pa asnjë parathënie. Po. Duke u përpjekur të më friksoj për shkollën. Alariku mblodhi duart në grushta. Kjo është shumë më tepër se një kërcënim i thjeshtë. Ai po teston kufi. Duke folur për babain tënd në atë mënyrë, ai dinte saktësisht se çfarë po bënte. Çfarë do të bëjmë? Alariku u hodh në karrige, duke e fërkuar ballin. Montgomery ka shumë fshehtësi. Ai është i lidhur me disa nga kontrabandistët më të mëdhenj në portin e Londrës. Nëse mund të gjejmë prova. Tha Clara, duke u ulur përballë tij. Ti po thua se duhet ta godasim atë aty ku është më i dobëti. Është mënyra e vetme për të siguruar që ai të mos kërcënojë përsëri. Por kjo do të kërkojë kohë. Ndërkohë, ti duhet të jesh i kujdesshëm. Shumë i kujdesshëm. Clara u mbështet pas në karrige. Nuk mund të rri i fshehur përgjithmonë, Alarik. E kam bërë këtë për 6 muaj. Nuk do t'i jap kënaqësinë asnjëri për të më kthyer përsëri në hije. Alariku e shikoi atë me një respekt të thellë. Ti ke ndryshuar kaq shumë. Vajza që takova në atë portik nuk do të kishte folur kështu. Ajo vajzë vdiq në atë portik, tha Clara me qetësi.
Unë jam ajo që u ngrit nga hiqt e saj. Ditët e ardhshme kaluan me tension. Klara vazhdoi me planet e saj për shkollën, por tani e ndjente vëzhgimin e vazhdueshëm. Ndonë se Alariku kishte vendosur mbrojtës shtesë rreth saj, ajo ndjente peshën e syve të fshehur. Por në vend që të trembej, kjo e bëri atë më të vendosur. Një mbrëmje, ndërsa po përgatitej për një takim qariti, shërbëtori i saj personal, Marta, një grua e vjetër dhe besnike që kishte qenë me të qysh në fëmijëri, hyri në dhomë me një shprehje të shqetësuar. "Çfarë është, Marta?" pyeti Klara. "Kjo erdhi për ju, dukesh," tha Marta, duke i zgjatur një letër të vogël të mbyllur. Një djalë e dorëzoi në derën e pasme. Tha se ishte urgjente. Klara e mori letrën me kujdes. Ajo nuk kishte adresë dhe ishte e mbyllur vetëm me një pikë dylli. E hapi dhe lexoi mesazhin e shkurtër brenda. "Kujdes. Plan për të kompromentuar projektin tuaj në darkën e nesërme në shtëpinë e Lordit Henderson. Mos i besoni asaj që thon ata për ndihmësin e ri." Nuk kishte nënshkrim. Klara e ngriti letrën në dritë duke kërkuar ndonjë tregues, por nuk kishte asgjë. Ajo e tregoi Alarit atë natë. "Ajo mund të jetë një kurth," tha Alariku, duke e shqyrtuar letrën me kujdes. "Por mund të jetë edhe një paralajmërim i vërtetë. Kush do të dërgonte diçka të tillë? Ndoshta dikush që nuk e pëlqen Montgomeryn," sugjeroi Klara. "Ose dikush që ndjen ndjesi faj për atë që ndodhi me mua." "Darka e Hendersonit është një ngjarje e rëndësishme," tha Alariku duke menduar. "Shumë investitorë të mundshëm për shkollën do të jenë aty. Nëse dikush planifikon të kompromentoj atje." "Ath nuk do të shkojmë?" pyeti Klara. Alariku shok kokën. "Nëse nuk shkojmë, do të duket si një shenjë dobësie. Dhe nëse ky paralajmërim është i vërtetë, ne duhet të zbulojmë se kush po planifikon këtë. Do të shkojmë. Por do të jemi të përgatitur." Darka në shtëpinë e Lordit Henderson ishte një nga ngjarjet më të mëdha të sezonit. Henderson ishte një nga bankierët më të pasur në Londër dhe mbështetja e tij do të ishte e çmueshme për projektin e shkollës. Klara e veshur me një fustan të thjeshtë por elegant të mëndafshit të gjelbër, me diademën e Estmoreland në flok, ndihej si një mbretëresh duke hyrë në sallën e ndritur. Alariku ishte në anën e saj, i veshur në të zezë, me një shprehje të qetë që fshete vigjilencën e mprehë. Ai kishte vendosur disa nga burrat e tij besnik midis shërbëtorëve dhe e dinte se çdo hap i tyre do të vëzhgohej. Gjatë darkës, Klara u fokusua në bisedën me Henderson dhe disa investitorë të tjerë të mundshëm. Ajo ishte e lok. Dhe kështu, në dritën e qiririt në bibliotekën e Estmoreland, duka dhe dukesh gjetën paqen e vërtetë. Lufta ishte luftuar dhe fitoria ishte fituar. Jo vetëm në balkonet e Londrës, por në zemrat e tyre. Alariku uli kokën duke e puthur duart e Klarës me një përvëlueshmëri që vetëm dashuria e vërtetë mund ta sillte. "Ti je forca ime," pëshpëriti ai. "Ti je streha ime," ju përgjigj ajo. Dita tjetër, projektit të shkollës ju dha jeta, pa pengesa. Pa fjalë të tjera, pa kërcënime. Vetëm një fillim i ri në një botë ku e kaluara nuk sundonte më, por e ardhmja ishte e plot me premtim. Dhe kur heshtja erdhi më në fund, ajo mbante ëmbëlsinë e një fitoreje të qetë, të përbashkët, të përjetshme.